Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar rektor, të nderuar drejtues të komuniteteve fetare, të nderuar sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar. Së pari falenderoj Zotin që na bëri pjesë të një takimi të tillë kaq frutdhënës dhe është kënaqësi e veçantë për mua që të përfaqësoj komunitetin musliman të Shqipërisë në një simpozium të tillë ndërfetar, ndërteologjik, me një temë kaq domethënëse që trajton rolin e fesë në përballjen me sfidat akademike, me sfidat klimatike. Kam përshtypjen që kjo është një problematikë tashmë jo e largët, sepse ndryshimet klimatike po prekin çdo ditë më shumë plagët tona. Dhe kam përshtypjen që nuk mbetet vetëm një çështje teknike apo politike për të diskutuar, sepse në thelb, në fakt, kjo është një çështje morale dhe ndërgjegje. Dhe pikërisht në këtë drejtim, roli i pazëvendësueshëm është edhe roli i fesë, sepse siç dihet, feja i drejtohet përtej mendjes, i drejtohet dhe zemrës, i drejtohet dhe ndërgjegjes së njeriut. Për sa i përket këndvështrimit islam në këtë aspekt, marrëdhënia e njeriut me natyrën është e ndërtuar mbi përgjegjësinë dhe ndjenjën e amanetit. Dhe në islam njeriu konsiderohet jo si pronar i tokës, por si kujdestar i saj. Në lidhje me këtë, Zoti thot në Kur'an, mos bëni çrregullim në tokë pasi ajo është rregulluar. Dhe duket qartë që ky është një parim shumë i saktë dhe se toka është krijuar në një ekuilibër dhe çdo veprim që e tejkalon këtë ekuilibër në fakt në këndvështrimin islam konsiderohet si shkelje e amanetit. Një tjetër ajet kuranor thot se dhe Zoti e ka vendosur peshoren, pra ekuilibrin, që ju të mos e cënoni atë. Dhe ky koncept i ekuilibrit është me të vërtetë shumë thelbësor në islam dhe çdo teprim, çdo shpërdorim dhe çdo abuzim me natyrën është në kundërshtim me këtë parim. Kur shikojmë dhe jetën praktike të profetit ton, Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të, shikojmë se ai thot nëse vjen dita e fundit, pra dita e Kiametit dhe në dorën e ndonjërit për jush ndodhet një fidan, le ta mbjell atë. Dhe na tregon që përgjegjësia e njeriut për të bërë mirë nuk mbaron edhe në momentet më të fundit që ai mund të disponojë. Ndërsa në një hadith tjetër ai na udhëzon që të mos shpërdorojmë ujin edhe nëse jemi në breg të një lumi që rrjedh pa kufi. Dhe në fakt kjo dhe të tjera si kjo, si këto thënie janë thirrje të drejtpërdrejta për vetëpërmbajtje dhe për ndërgjegje ekologjike, që në fakt janë të thëna, të jetuara shekuj më parë, kur akoma nuk ishte filluar diskutimi i këtyre çështjeve siç është në kohët e sotme moderne. Dhe pikërisht këtu mendoj se qëndron edhe roli i pazëvendësueshëm i komuniteteve fetare dhe i platformave të tilla, i simpoziumeve të tilla, si ky i sotmi, sepse këto nuk janë thjesht takime akademike, por janë hapësira në dialogu, ku ndahen vlera dhe forcohet bashkëpunimi midis institucioneve tona. Në një botë ku shpesh përçarjet dhe dallimet sundojnë, këto iniciativa na kujtojnë se kemi më shumë gjëra që na bashkojnë për të bashkëpunuar, sesa gjëra që na ndajnë dhe na kujton përgjegjësinë e përbashkët që kemi për të ardhmen e planetit tonë. Për gjithë këtë organizim dhe këtë temë kaq të qelluar, duhet shpreh në emër të kryetarit tonë mirënjohjen për organizatorët e simpoziumit
për përkushtimin dhe vizionin e realizimit të një platforme me një temë kaq të rëndësishme, po ashtu vlerësoj dhe kontributin e studiuesve dhe angazhimin e pjesëmarrësve për të siguruar një qasje më të ndërgjegjshme ndaj mjedisit. Dhe në përfundim, le ta shohim ruajtjen e tokës jo si një detyrë, por si një amanet që na është besuar nga Zoti dhe që duhet t'ua përcjellim edhe brezave të ardhshëm. Faleminderit dhe ju uroj një simpozium të suksesshëm dhe frutëdhënës për të gjithë. Faleminderit.